pak ndhimset në fakt, kur shoh salla plot me pedagog, edhe shko Edi Rama atje, kryeministri, edhe u marr leksion njerëzve që presupozohet të jenë elita e shoqërisë. Pedagogët janë elita e shoqërisë. Nuk shoh profesor që të dalin, edhe nëse nuk e financon universiteti privat, se ka 10 universitete private në Shqipëri, kanë shkolla arkitekture, nuk del një, edhe të thotë ore ku shkon Shqipëria me këtë betonizim të Bregdetit, ku shkon me këtë betonizim të kryeqytetit, të qyteteve kryesore të vendit, po vetë një arkitekt i mirë që është pedagog në universitet privat, di ta thotë, e ka i shpjegim, nuk dalin të flasin kurrë. Nuk del të flas edhe i profesori i universitetit bujqësor që ti thotë ore nuk ka bujqësi këtu se ta mashtrojnë, nuk ka siguri ushqimore, nuk ka kështu. Pse s'dalin këta? Po hyke pjesa pse nuk reagojnë intelektualët me pak fjalë. Po